Dëshiroj që presidenti Macron të mbaj parasysh se realiteti që përshkruan Edi Rama për balozin e zi algoritmin, për agjenturat e huaja greke, iraniane, ruse, serbe tani sfundi, nuk është ajo realitet që ekziston në bulevardin e Tiranës ku qindra mijëra qytetar protestojnë prej 22 ditësh në mënyrën më civile dhe më të qëndrueshme ndaj një regjimi që i ka plaçkitur ata në mënyrën më të pamëshirë, që i ka plaçkitur ata në mënyrën më të pamëshirë, që i ka përzën ata nga vendi tyre, nga viti 2015 gjerë në vitin 2024 në 10 vite, më shumë se çdo pushtues i egër i mëparshëm i kësaj toke. I ka paksuar ata edhe më shumë se mortaja e zezë e viteve 1300. Prandaj do të dëshoja që në atë bisedë presidenti Macron ta kishte qartë se balozët e zi që ai quhen algoritmat, se shtojzovallët dhe shtrigat që ai konsideron blogere influencier janë që të gjitha fantazije smur e një njeriu të lidhur me pushtetin më keq se mishi me thojnë për shkak të krimeve të tij të panumërta që ka krye dhe që nuk pranon në asnjë mënyrë ta dorëzojë atë, po bën gjithçka për të shpëtuar lëkurën e tij. Uroj nga zemra që ky takim në Elize të bëjë që Edi Rama të marrë mesazhin e duhur në interesin më të mirë të Shqipërisë, të rajonit, por dhe të miqve të Shqipërisë, mbasi sigurisht presidenti Macron e ka ftuar atë si një mik të Francës.